ka pasur goxha mundime gjatë kohëve të fundit, ndërkohë që tashmë do të futet në një periudhë zgjerimi. Hapat e parë do të jepen pikërisht tani. Kemi mundësi që të komunikojmë të vërtetën tonë në mënyrë shumë efektive, do të bëjmë udhëtime të shumta, të gjitha vonesat që mund të kemi pasur në lidhje me dokumentat, në lidhje me drejtësinë, si hyjnore po ashtu dhe njerëzore. Përshëndetje nga forcët se javë do të fillojnë të zgjidhen. Përgjegjësi vërtet shumë të madhe që do t'ju jepet tek vendi i tyre punës. Deri ditën e premte kjo përgjegjësi do të vazhdojë që të jetë aktive dhe mund të sjellë në jetën e tyre dhe të ardhur materiale të mira. Është një javë në të cilën shenja e gafores mund të shikoj ëndra shumë, sidomos ata që janë me ascendent tek shenja e gafores do ndjeni edhe më tepër. Këto ëndra mund të jenë ëndra pak a shumë profetike. Mund edhe të perceptoj se cilët janë personat të cilët nuk janë pozitiv në jetën e tyre, ose nuk janë të shëndetshëm, prandaj do të këshilloj që gjatë kësaj jave të gjithë ata që janë tek shenja e gafores të merrni parasysh shumë ëndrat e tyre.